Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve. Një protestë mbahet edhe nesër, por në Kosovë e për arsye të tjera. Fermerët kosovar të shumshit kanë vendosur të mbajnë të hënën atë para Ministrisë së Bujqësisë. Sipas tyre, protesta është e pashmangshme pas mbylljes së përkohshme të fabrikës Vita në Istog për shkak të një aksioni të ministrisë. Në takimin e mbajtur me antarësinë e shoqatës me 5 korrik 2026, unanimisht u vendos që nesër i bëjnë thirrje të gjithë fermerëve të marrin pjesë në protestën e paralajmëruar për datë 6 korrik 2026 në orën 13 pranë Ministrisë së Bujqësisë, thuhet në njoftim. Kërkesat e tyre janë rifillimi menjëhershëm i grumbullimit, publikimi urgjent i rezultateve në mënyrë që të hiqet dyshimi mbi produktet vendore dhe kthimi i çmimit të mëparshëm për të shpëtuar fermat nga falimentimi. Ndërkohë, gjatë këtij vikendi, shumë qytetarë të vendit janë mësuar në Shqipërisë për pushime. Si rrjedhoi në kufirin e Vërmicës, pati kolona e pritit gjata gjatë së shtunës, kurse këtë diel situata ishte më e qetë. Veç një ditë më parë, kolonave në këtë pikë kufitare nuk u shihej fundi. Edhe nga qendra kombëtare për menaxhimin kufitar kishin njoftuar se pritjet qenë të gjata të shtunën në Vërmicë. Mirëpo mëngjesi së dielës solli një pamje krejt tjetër. Gjatë 24 orëve të fundit në pikën kufitare në Vërmicë kanë kaluar afro 15.000 udhëtar. E sipas qendrës kombëtare për kalim kufitar, pritja e tyre ka qenë nga 3 deri në 5 minuta. Qytetarët e Kosovës që po ktheheshin nga pushimet në Shqipëri thanë se këtë herë kufirin e kaluan shpejt. Shumë mirë, hyç 2 minuta, 5 minuta shumë. Super kena kalu, asnjë kashore. Mirë kena kalu shumë. Jo, ja, s'kemi pis paket. Të njëjtën përvojë e ndan edhe qytetarët nga Shqipëria. Na nuk kemi pa probleme këtu në Dogan. Jemi shumë lirshëm. Mirë, shumë mirë. Ton 2 minuta. As 1 minutë jo. Gjithçka shkemi. Menaxhimi në kufe e vlerësuan edhe vizitorë nga vende të ndryshme të botës. Perfekt, shkëlqyeshëm, më pëlqeu shumë, tani do të shkoj në Kosovë, pastaj do të kthehem në Shqipëri. Ishte një udhëtim shumë i mirë, vend shumë i bukur. Kemi qëndruar një javë këtu dhe ndoshta pas disa vitesh do të rikthehemi përsëri. Kontrollet në kufe vazhdojnë, por procedurat janë lehtësuar, duke mundësuar qarkullim më të shpejtë të qytetarëve. E pikërisht në Vërmicë, një person u arrestua pasi tentoi të japë rishpet zyrtarëve policorë në pikë kalimin kufitar aty. Një shtetas i huaj dyshohet se kishte vendosur një kartmonedhë prej 5 eurosh brenda dokumenteve të autobusit gjatë kontrollit kufitar. I pyetur nga polici pse i keni vendosur të hollat në dokumente, i dyshuari kishte deklaruar se kartmonedhën prej 5 euro e kishte vendosur për të pirë kafe policët, të cilët janë marrë me kontrollimin e dokumenteve, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje. Kurse një person nuk ju bendu urdhrit të policisë për të ndalur, e tentimi për të larguar i përfundoi me aksident. Një drejtues motociklete në Prizren dyshohet se po lëvizte me shpejtësi të madhe, kur u tentua të ndalojë nga njësia e motocikletave të policisë së Kosovës. Sipas policisë, ai tentoi të ikte dhe goditi motocikletën e zyrtarëve policor. Nga aksidenti u shkaktuan vetëm dëme materiale, ndërsa nuk u raportuan persona të lënduar. Rasti është cilësuar si aksident komunikacioni rrugor me dëme materiale. E mjaftë të shpeshta aksidentet po janë edhe në hekurudha mes veturave dhe trenit. Kjo po vjen edhe si pasojë e mungesës së laurave apo rampave afër binarëve të trenit. Qytetarët thonë se ky është një rrezik i përditshëm për ta. Ata po kërkojnë intervenim, sikurse edhe ekspertët e komunikacionit. Është koha kur treni ka lënë. Por këto rreziku është konstant pasi laurat për të ndaluar kalimin e veturave nuk janë vendosur. Aksidentet mes trenave dhe veturave nuk janë të pakta, ndërsa qytetarët ngelen të friksuar. Qysh mos më një të rrezikun kur këty për 2 onë ka ndërtesa, për 2 onë ka lëvizje, gjithherë njëri në këtë kohë sa ka
ka me punë, jemi në zonën me gjithë, jemi të ngarkume dhe këtë është rrezik çdo herë për me bënë ndeshje. Shumë rrezik jena, si me fëmijë, si me gratë që dalin me kolica, këtu duhet me marrë parasysh sa më shpejt. Komuna dhe ministria. Kujdesin e kanë maksimal sa herë kalojnë. Jo, se po kujdesem e na mësu thash. Numri i aksidenteve nga mungesa e laurave është shqetësuese për ekspertin e komunikacionit Vizar Baxhuku. Edhe kalime njëjtit nivel rrugore me trena që nuk janë as legalizume. Mos flasmi pastaj mungesa e sinjalizimit që mjafton vetëm një shenjë stop pa një paralajmërim për kac as për trenin, po as për pjesën e përdoruesve të automjeteve. Baxhuku thotë se investimet në këto zona janë të vonuara. Sfundi, Ministria e Infrastrukturës ka ndarë një buxhet nivel vendi për rregullimin e tyre, po prapë konsiderojmë se është vonë dhe pasojat që ka ndodhur nuk kthehen më. Në zonat e Prishtinës, pjesa që ka lënë treni, është as i rrollë kalimi. Dhe nëse i shohim statistikat atje përshtypin se ne shumica personave këtu udhtojnë me tren me numër të aksidenteve. Televizioni ka kërkuar përgjigje edhe nga ndërmarrja publike e Infrakos, mirë po të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. E me rrezik nga zjarri këtë diel u përballën qytetarët në fshatin Ballancë Vitis pasi flakët përfshin një sipërfaqe me barë të thatë. Këtë e ka bërë të ditur komandanti i njësisë zjarrfiksëve në Viti, Hetem Jakupi. Sipas tij, për shkak të errërave të forta që po fryen në zonë, ekzistonte rreziku që flakët të përhapen më tej dhe të rrezikojnë sipërfaqe të tjera përreth. Ekipet e njësisë profesionale të zjarrfikjes dhe shpëtimit janë angazhuar menjëherë në terren dhe kanë punuar deri në lokalizimin dhe shuarjen e zjarrit. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme pranë zonës së prekur, të mos ndezin zjarre në ambiente të hapura dhe të respektojnë udhëzimet zyrtare. E një bastisje e policisë së Kosovës në një lokal në Prishtinë zbuloi persona duke luajtur bixhaz me letra. Gjatë kontrollit në një tavolinë u gjetën dhe u sekuestruan 205 euro që dyshohet se përdoreshin për aktivitetin e paligjshëm. Pronari lokalit është intervistuar në cilësinë të dyshuarit, ndërsa 7 persona të tjerë si dëshmitar. Në lidhje me rastin janë intervistuar 7 persona në cilësi të dëshmitarve, ndërsa pronari lokalit është intervistuar në cilësi të dyshuarit. Me urdhër të prokurorit, parat dhe letrat janë sekuestruar, ndërsa rasti procedohet në procedurë të rregullt, thuhet në njoftim. Rasti është iniciuar si organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm dhe po hetohet në procedurë të rregullt. Mbesim në Prishtinë, por tani flasim për një problem të kahmotshëm që s'po gjeni zgjedhje. Kontejner të stërmbushur dhe mbeturina të shpërndara në shumë lagje të Prishtinës po vazhdojnë të shqetësojnë qytetarët. Për këtë po kërkohet zgjidhje urgjente. Pamjet që po përsëriten çdo ditë në lagje të ndryshme të Prishtinës. Kontenjer të stërmbushur, mbeturina të shpërndara në trotuare e rrugë, ndërsa era e rënd po e vështirëson edhe më shumë jetën e banorëve, sidomos në ditët me temperatura të larta. Fenomeni i grumbullimit të mbeturinave është bërë gjithnjë më i dukshëm javëve të fundit, duke ngritur shqetësime për pastërtinë dhe shëndetin publik. Qytetarët thonë se po përballen çdo ditë me këtë gjendje, ndërsa ankohen se bërlloku po qëndron për ditë të tëra pa u larguar. Sa i përket bërllokut në Prishtinë, jo vetëm në lagjen tonë, por këtë Prishtinë është katastrofë. Erat, kërdi, ka edhe qenë kanë filluar po sillen rreth kontave të bërllokut. E dikush fajtor nuk po i lë institucionet. Unë se lo fajtor as komunën, sa e lo popullin fajtor. Se t'i gjunë gjithë natët vjenë që aty t'i gjunë regal, t'i gjunë kade, t'i gjunë yoga, ata që me bon komuna për atë. Për situatën reagoi edhe opozita në kuvendin komunal të Prishtinës. Sipas tyre, problemi nuk është më i rastësishëm, por është ndërruar në një realitet me të cilën qytetarët po detyrohen të bashkëjetojnë. Këto po bën masane dhe më të rrezikshme nga qendrat e cakt, të cilat shpërndajnë nëpër rrugë, edhe sidomos në mbrëmje. Tash të kësojnë edhe koha është shumë e nxehtë tash, është kundërmimi shumë ajron, edhe mund të në një pandemi edukon, po
nuk e di, nuk po punohet sa duhet, jo sa duhet, po kur gjëheq ose shohim pjesën tjetër ku ka dhe mbeturina, nuk e di na rrugë ku është pastruar me ujë. AE i fajson institucionet për situatën e krijuar. Prej qeverisë për parim Roma, nuk është të mujtë me pastrue për lokën Prishtinës. As ma kesh në për lagje, për shembull, po flas për lagjen tonë komunale, ka që 2 javë ditë nuk kanë ardhur një mbledhje mbeturinat. Ato sot kohora me ngjas i poshtë se qyteti kishin çkep në për rrugë. Televizioni ka kërkuar përgjigje edhe nga ndërmarrja përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave në kryeqytet, nuk ka marrë asnjë përgjigje. Vjojmë informacione nga politika. Kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë Nenad Rashić i është përgjigjur akuzave të listës serbe se ai mori vota të shqiptarëve. Ai akuzoi rivalet për presion gjatë zgjedhjeve ndaj elektoratit serb. Me një ankesë, lista serbe i ishte drejtuar PZAP-s. Ata nuk u pajtuan me rezultatin zgjedhor, ani pse kanë siguruar 9 mandate. Të 10-ën e mori Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë nga Nenad Rashići. Pikërisht këto, sipas listës serbe, po ati parregullsi duke pretenduar se Rashić mori vota nga shqiptarët. Akuzat e tilla për ministrin në detyrë për komunitete dhe kthem nuk janë diçka e re. Dhe se përket listës serbe dhe pretendimet e tyre nuk është asgjë e re, dhe kjo po ndodhet çdo herë, sikur që herën e kaluar, sikur që herën para asaj. Rashić thot se ishte lista serbe ajo që ushtroi presion ndaj serbëve të Kosovës. Duke nisur prej përjashtime nga puna, ju kom informuar nëse nuk keni përcjell, ka ndodhur përjashtime do 20+ persona kanë qenë përjashtuar nga puna nga sistemi në Serbisë, ku në vendim për ndërprerjen e kontratës së punës thuhet sa për përkatësi politike. Qëllimi këtyre veprimeve thot se është dobësimi i institucioneve të Kosovës. Ta minimizohet rolli i institucioneve të Kosovës dhe në veçanti që të menaxhohet që të përdoren serbët të Kosovës si një mekanizëm të shantazheve dhe të presioneve të brendshëm. PZAP e ka refuzuar ankesën e listës serbe. E pikërisht ankesat në PZAP e Gjykatës Supreme kanë shtyer edhe certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve të 7 qershorit. Megjithatë, ky proces i ka ditët e numëruara, eri edhe me java e 3 e korrikut, por shihet si afat optimal për seancën konstituive. Për momentin qetësia duket se po reflekton sa i përket formimit të institucioneve. Rezultati zgjedhor ende nuk është certifikuar. Partitë politike ende nuk i kanë filluar bisedimet. As konstituimi i kuvendit ende nuk dihet se kur mund të bëhet. Për java e 3 e korrikut, po shihet si afati optimal për thirrjen e seancës. Me afatet zakonisht që marrin 1 deri në 2 javë për përgatitjen e seancës e elementet të tjera, besoj që java e 3 e muajit korrekt mund të jetë, ose mesi i muajit korrekt mund të jetë një afat optimal, gjatë se cilit mund të kemi thirrjen e seancës konstituive. Cakulli thosë se sfidë mbetet zgjedhja e presidentit. Por duke qenë se çështja e qeverisë nuk pres të jetë problem për shkak të konfiguracionit të numrave, besoj çështja më e ndjeshme dhe potencialisht më problematike do të jetë ajo për zgjedhjen e presidentit, me afatin që besoj do të përfundojë nga mesi apo eventualisht fundi i muajit shtator, në varësi të procedurave që do ndiqen për konstituimin e kuvendit. Edhe rruga mund t'i hapet shumë shpejt certifikimit të rezultateve. Nëse jo gjatë kësaj fundjavë, më së voni në ditët e para të javës së ardhshme, mund të ketë ndihmarrje nga ana e PZAP-t e Gjykatës Supreme, që është hapi i fundit për mbylljes drejt certifikimit të rezultateve zgjedhore. Demokracia në veprem kishte angazhuar rreth 100 vëzhgues, të cilët kanë monitoruar mbarvajtjen e procesit të numërimit të votave. Kuvendi mund të konstituohet, qeveria mund të formohet, por mungesa e konsensusit mund të lë vendin pa president. E për liderët që nuk arrin konsensus, ndëshkim po kërkon profesori amerikan Edward Joseph, i cili është edhe njës i shquar i politikës së Ballkanit. Herën e fundit nuk gjatën gjuhën e përbashkët. Këtë herë, bisedimet nuk i ka nisur akoma.
E sipas kryeministrit të rizgjedhur Albin Kurtit, takimet me partitë politike do t'i nisë me tu certifikuar rezultati zgjedhor. Por nëse as këtë herë nuk gjen zgjidhje, përgjegjësia mbetet tek të gjitha palët, sipas profesorit dhe ekspertit amerikan Edward Joseph. Nëse liderët politik dhe përsëri po flas në shomës, nuk po them vetëm që kryeministri Kurti ka përgjegjësi, ai ka përgjegjësinë kryesore sepse kontrollon shumicën e votave në parlament dhe ky është një vendim parlamentar për të gjitha ta mbojnë përgjegjësi dhe votuesit do ta them këtë, votuesit duhet të ndeshkojnë të gjithë liderët politik që nuk gjejnë një konsensus sepse kjo po dëmton vendin. Eksperti amerikan thotë se Kosova është shtet i qëndrueshëm, por ngërçi politik nuk është pozitiv. Nuk besoj se kjo ndikon në stabilitet dhe nuk do të doja ta thosha këtë sepse besoj se Kosova është një vend i qëndrueshëm dhe një demokraci e qëndrueshme. Republika e Kosovës është e tillë dhe unë mbështes atë dhe mbështes hyrjen e Kosovës në NATO, për të cilën kam qenë një nga mbështetësit më të fortë, për sa i përket zhvillimit demokratik, është e tmerrshme. Joseph e cilësoi pezullimin e dialogut strategjik si zhvillim negativ. Sigurisht, ishte shumë e keqe të shihej Shtetet e Bashkuara të pezullonin dialogun strategjik dhe kjo është një përforcim i mesazhit që dhash, i cili është njohje të gjithë qytetarëve në Kosovë e të gjitha komuniteteve, përfshirë komunitetin serb dhe mënyra se si qeveria i trajton ata. Edward Joseph komentoi edhe procesin në dhomat e specializuara në Hag, duke thënë se nuk ka informacione të veçanta për rrjedhën e tij, por shprehu shqetësimin se mund të ekzistojë një motiv i vetëdijshëm ose i pavetëdijshëm për të nxjerrë një vendim dënues ndaj të akuzuarve. Shikues të nderuar, kjo është tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj që na ndoqët nga Unë Fortesa, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.